shumë prindër që kanë atë modelin e mirë të edukatës për të qenë qytetar, për të qenë kujdesshëm dhe ndaj tjetri dhe ndaj fëmijës tjetër kur ai është i mërzitur apo diçka tjetër. Dhe përballemi me një dhunë të shtuar ndaj këtij modeli, pra. Nëse ne i kemi edukuar fëmijët që të jenë të kujdesshëm, ka një dhunë të shtuar ndaj tyre. Për mendimin tim në këtë bisedë dhe që përmbledh. Ja të çfarë i kam thënë fëmijës tim dhe nuk e kam gjetur mbështetjen. Sa herë që dikush të prek, të godet, të shtyn apo të merr gjërat e tua personale, mos i ktheu me të njëjtën mënyrë, por shko te mësuesja, shko te edukatorja. Dhe ajo që ka marrë pasaj nga mësuesi dhe edukatorja është, po jo po se ka pasur për lodër, po nuk i ka gjetur atë zgjidhjen e dur dhe fëmia kanë qenë gjithmonë i lënduar. Tani ne si prindër që përpiqemi të bëjmë këtë rrugtim me fëmijën ton, kur shoqëria që ka me këtë agresivitetin kaq të shtuar, si ta gjejmë neve zgjidhjen kur institucionet nuk na përgjigjen ashtu si duhet? Problemi është që pari njërë është puna që të mos jemi vetëm thjesht teorik, dhe po duhet jemi të kuptojmë që ka një lidhje determinante midis rrethanave dhe edukimit. Do me thënë, ne nuk mund të bëjmë një edukim të purifikuar apo në epruvet të fëmijëve tanë. Fëmijët tanë do jetojnë në këtë realitet, në këtë kontekst social. Ky që është. Nuk e ndrohet me urdhët të peshkut, themi bini shoqëri, nuk e importojmë dot shoqërinë ta bëjmë nordike, kjo është shoqëri ballkanike, shqiptare me këto probleme, me këto patologji. Të dyja janë të gabuar, edhe kjo lënia lineare e idesë që ky realitet social imponon të jesh i dhunshëm, të jesh i suksesshëm me dhunë, të bësh çdo gjë, sepse edhe Denada e theksoi, po unë duhet ta përmbledh me një frazë. Në qoftë se kemi një shqetësim në edukimin e fëmijëve sot është që ne nuk kemi mekanizmin, paradigmën e asaj që lejohet nga ajo që ndalohet për ta edukuar këtë linjë në familje dhe në shkollë. Pra fëmia duhet mësohet që kjo lejohet, kjo nuk lejohet, dhe kjo bëhet nëpërmjet edukimit. Kjo është çështje e vështirë. Shikoni, ne po flasim jo për fëmijët e këtyre prindërve që tha Denada që po thoni dhe juve. Po, i ndodhi Tony Blairit, ishte familje kryeministit britanik, djali i tij i rritur në një familje të tillë bëri aventura në rrugë. Dhe Tony Blair shkret tha që nga më vështirë të edukosh një fëmijë se sa të qeverisësh në një vend. Ose ajo teza e njohur që është më lehtë të ndërtosh një fshat ose një qytet se sa të edukosh një fëmijë. Kjo tregon një proces i edukimit të shumë i vështirë. Ka disa probleme që janë ontologjike në kohën e sotshme. Ky raport i shpërpjesimit midis rritjes së shpejtë fizike dhe proceseve që ndodhin brenda fëmijës për shkak të akselerimit, pjekurisë parakohshme seksuale, rritjes së obezitetit, agresivitetit, hiperaktivitetit që është i shoqërohet pa dyshim edhe me këto proceset e tjera që kanë të bëjnë me sjelljen sociale, me sjelljen individuale. Ka një prishje të këtij raportit. Ky është po ndodh kudo, është një problem që në këtë shekull po ndodh. Pra ne duhet i marrim ta fëmijët e sotshëm. Janë me materie tjetër, themu fëmijët e sotshëm. Nuk janë ata që kemi qenë ne. Nuk janë ata që bëheshin mësues nga edukata, nga edukimi, nga mësuesi etj etj. Ta janë fëmijë të tjerë. Rriten në këtë proces. Veçse ka një gjë. Familja shqiptare e ka marrë keq procesin e demokratizimit të brendshëm të saj. Dhe raportet me fëmijët e saj. Rolin sipas pozicionit që ka. Shikoni, nuk është normale, nuk është familje demokratike ajo që ka humbur autoritetin prindëror. Ku babai dhe nëna janë hiç, janë zero. Që nuk përfillen nga fëmijët e tyre. Bile i quajnë ignorant, prapambetur, idiot. Dhe këto rregullat që vendosen për ta rikthyer pushtetin apo autoritetin e prindit. Tash pushtet jo. Autoritet, e drejtë. Përse ne e quajmë është frika ajo që i ka vepruar? Po jo, absolutisht jo. Ndoshta autoriteti në vetvete nuk sjell frikë, sjell Katerina, në gjithë këto fjalë që tham sot neve, që shumica janë teorike, ne kemi harruar që kemi të bëjmë me një fëmijë. Me një fëmijë që do t'i bëjë të gjitha gjërat e veta. Ai duhet trajtuar si fëmijë, ti si prind jepi një model të mirë, të jesh dhe shumë i sinqert me ta, se në kohën e parë i gënjerin kalamajt bëj këtë se do t'jap një karamele. Sot duhet jesh jashtëzakonisht i sinqert me fëmijën. Ato që thuash do t'ja mbash dhe ajo që mendoj unë në bisedat me fëmijët, duhet ta trajtosh tamam si një shok dhe me problemet e të rriturve. Ti sot nuk do të shkosh këtu sepse babi ka këtë punë, duhet ja thuash gjërat ashtu siç janë. Që trajtimi si shok ka filluar të diskutohet pak. A e mban fëmia këtë lloj bisede?
Po sigurisht, kjo pësa i mëson. Ndoshta nuk e kishte në atë fjallën si shok për çdo gjë, e kishte në kuptimin në zysha që flasim sinqerisht fëmijës, se ndonjëra të gënjeshtra që themin e të bardha se në bumerang më mbrapa. E para njëherë unë e thash pak përpara, tani më që duhet konkretizuar. Thash që duhet shikojmë parimet e prindërimit, janë disa. Mënyrë në qoftë se do të prindërosh, nuk mund të prindërosh as si dikur me autoritarizëm, as sot me mënyrën e shturur. Shikoni, sot në familjet tona ka një lloj hiçi edukativ, një boshllëku edukativ, nga jo edukata e rëndë, e ngurtë, e fortë, e dikurshme, paternaliste, patriarkale, ku diun e prindërve, sot kemi një lloj hiçi edukativ, pra një lloj lënie të fëmijëve në mënyrë lineare, leri këtu në këtë realitetin social, të bëhen si të bëhen, të përshtaten si të përshtaten, kjo është jeta, aty do ta kërcejnë vallen dhe le t'i lëmë të lirë. Ky është një problem shumë i madh. Në qoftë se prindi nuk ka atë që tha profesorja, empatin, komunikimin e sinqert, të mos jetë gënjeshtar, të ketë shembullin pozitiv, ti mbaj fjalët që thot, ta mbështes fëmijën, ta kuptoj atë në zhvillimin e vet psikologjik, ky prind nuk është prind. Ore, prindi nuk është biologjik. Gjyshja ime thoshte fëmijë bën dhe breshka. Edhe e kishte me koncept edukimi në kuptimin që ore, fëmija nuk është pra fëmijët janë fëmijë dhe po së more me ta, po t'i lësh ata në trajtimin e tyre linear, ashtu do bën. Të dhunshëm do bën. Realiteti social për fat të keq është kontroversal. Është dhe kjo ka bërë që të kemi shoqëria shqiptare ka një lloj armiqësie të turpshme ndaj edukimit. Të turpshme ndaj edukimit. Të turpshme ndaj edukimit. E keni parë kanë filluar nuk, domethënë edukimin e kanë konsideruar gjën e fundit. Apo lërë tani. Vetëm para, konsum, qef, plazh, kujtun e tjerë tjerë. Dhe ky është një gabim jashtëzakonisht i madh. Një gabim strategjik që i cili do na jap pasoja shumë të mëdha nëse nuk do ta rrotullojmë optikën me të cilën duhet i shikojmë fëmijët. Edhe pjesa materiale mua më shqetëson shumë. Për çdo gjë ju bëhet qefi fëmijëve, ti nuk e bën qefin në fakt. Dhe ato ti e le pa një ëndër. Jo, dhe nuk një lojë ta marrë dhe shumë të marrim është vlerëson as i ditë se kam shumë merak për ta theksuar pjesën e aktiviteteve. Aktiviteteve fizike, kulturore. Fizike, kulturore, sidomos fizike. Pjesa që ju pëlqen më shumë fëmijëve, edhe në lidhje me shkollën, dhe në lidhje me çdo gjë tjetër, dhe ajo që ju heq të gjitha energjit negative është sporti. E qartë. Po edhe kjo pastaj është prapë për të diskutuar se të gjithë prindrit, shumica e prindërve bëjnë të pamundurën që të sigurojnë këto kurset, fëmia të jetë në aktivitet fizik, pra t'ja mbushësh kohën. Pastaj kjo koha është reduktuar nga koha me prindin, pastaj jo të gjithë janë frirur për këtë gjë. Po pse duhet para, por dy hyp mali dajti çfarë para e duhet? S'është vetëm ne pak përpara se të fillonim me diskutuar. Jo çdo ditë do bëhen ngjitje mali dajti. Kjo është një aktivitet që mund bëhet një herë në 2 javë. Pra ka shumë gjëra, unë se gjithmonë mua më shqetëson ky fakti që të bëjnë fajtor një institucion apo familjen apo shoqërinë apo TikTokun që e mbyllëm sot. Sepse sot hyrja i vendimi për të mbyll TikTokun, ja të shpresojmë që nuk do ketë më dhunë, po që kjo nuk është ideja që nuk është ideja që nuk do ketë më dhunë, po ajo është një rrjetet sociale në të gjitha formatet tyre, pavarësisht TikTokut e japin ato modelin, ato videot e shkurtër që qarkullojnë dhe kanë shumë dhunë dhe gjuhë fjalor të papërshtatshëm. Po do ishte shumë mirë që ne ta kuptojmë rëndësinë tonë si prindër, edhe si media, se unë jam edhe gazetare në profesion, por ama duhet edhe shkolla ta kuptoj atë rolin e vet. Unë kam çunin tim e kam në klasë të parë dhe ai kur më thotë që jo, ma ka thënë mësuesja është kështu. Pra e kuptoj se çfarë vlere ka mësuesi. Për çdo gjë, kur e merr shembull, e thot e ka thënë mësuesja. Tani duhet puna është kjo tezë e fëmijës një, fëmija një, mësuesi një, dhe zoti dy kanë qenë autoritetet më të mëdha. Prindi një dhe zoti dy kanë qenë autoritetet. Po tani kanë fituar deri në para adoleshencë, shkon kjo. Pas shikojnë në adoleshencë. Po e mori këtë gjë, këtë gjë është... Denata të falenderojmë shumë. Base do ndryshojmë kalimin e kohës. Ju përshëndesim, ne kemi përfunduar në fakt kohën.